Pra ishte aty ngjitur dhe ai kolegu im gjeti një lloj mënyre për të na lejuar që të shkonim të vizitonim në Burg. E hym aty tek qelia e tij, kemi ndonjur diçka më shumë se gjysmore. Domethënë nuk po tregoj se çfarë biseda kemi bërë atje brenda, se bëmë edhe biseda politike, por dhe të tjera. Në fakt, ne në Fier kemi marrë disa iniciativa më origjinale për sa i përket edhe çështjes së tij, për shembull një peticion me nënshkrimet e të zgjedhurve vendor. Shumë ka qenë një iniciativa e Fierit. Bilej në një letër që na shkruante një herë, kështu një letër dore nëpërmjet një gardiani, na thoshte ju lebrit e myzeqes. Duke humbur të esencën e humorit, vlerësonte atë si iniciativë. Kur kam dalë nga qeli, i kam thënë atij shokut, ky njeri është më sportiv se ç'duhet. E ka, e dinte dhe ndërrynte. Po ajo të mban trurin, ëh? Sidomos në momente kaq të vështira janë shumë e rëndësishme. Ta kish atë lloj sportiviteti. Që ishte ai, dhe duke qenë se ne shkuam, siç kanë shkuar edhe të tjerë, dhe patjetër ai duke qenë në Burg, vazhdonte të ishte kryetar partie i përgjegjshëm. Pikërisht. Dhe donte të na transmetonte ne optimizëm. Optimizëm. Pak a shumë që Dhe jo thuhet e pesimizëm. shpreh shpeshherë nga Se kjo ishte detyra e tij. Dhe unë gjykoj që Burgu atë e bëri një kryetar partie edhe më të vendosur. Si, jep më shumë refleksion Pavarësisht se disa bën një analizë që Burgu e dëmtoi në kuptimin e natyrisht nuk është dyra lehtë, por janë por unë e bëri më të vendosur dhe edhe më luftëtar mbas. sepse ai kur e ka marrë detyrën ka pas me siguri dilemat e veta. Të gjithë ne kur jemi zgjedhur diku, sidomos në atë periudhë kemi pas dilemat tona. Sepse ai ishte komisionarësh. Domethënë, ti kur angazhohesh në politikë në atë kohë me Partinë Socialiste, nuk mendoje se në një ditë mund të bëhesh deputet apo ministër. Fare. Ishte një sfidë. Është shumë e rëndësishme në fakt për të kuptuar kontekstin. Edhe një lloj aventure. Konteksti kohor është shumë i Unë jam rëndësishëm. zgjedhur në Fier kryetar partie, unë isha 30 vjeç më i riu. Kryetar partie në gjithë atë kryesi, që ishte një super kryesi në kuptimin e vlerave, po gjithë shokët e mi shumica ishin me PD-n. Shoku im më i ngushtë ka ardhur dhe duke qarë në shtëpinë time që ç'ne ti që shkon tek ajo parti që ty të çojnë në Kalat Dodës të degdisën ande fatosin me ato dilemat e veta që ishin të natyrshme, por që ai unë besoj i balansonte me intelektualizmin, me mençurinë e tij. Besoj shërbeu shumë fushata që ne bëm mbas zgjedhjeve vendore. Domethënë, dhe vetë fushata e zgjedhjeve vendore ishte e tillë, po sidomos mbasi ne fituam zgjedhjet vendore, filloi fushata e takimeve e mitingjeve në përrethë. Dhe unë kam qenë në disa prej tyre, pavarësisht se isha në Fier, përveç Fierit, kam qenë në Kuçov për shembull, kam qenë në Dibër, në Burqiz, në Mat, se nga që kisha punuar në Kalat Dodës, mendova që duhet shkoja edhe unë në Dibër. Dhe ajo përplasja e egër me policinë, domethënë se ka qenë një pritje. Sot unë nuk besoj se arrin njerëzit ta kuptojnë se çfarë ka ndodhur. Po, brezi i ri nuk arrin ta kuptojë, është shumë e vështirë ta kuptosh dhe të futesh në shumë e rëndësishme duhet shpjeguar. Për këtë arsye janë librat janë. Ti organizon një miting dhe aty të vjen policia dhe nuk të lë. Zoti Krisafi, se zoti Koqi është edhe i përfshirë. Por ajo besoj edhe drejt për drejt. Fatosi paqe e donte populli. Domethënë ti që të drejtosh, duhet dhe të frymëzojnë të tjerë, duhet të mbështesin. Dhe ajo mbështetje në ato mitingje, e cila nuk ishte thjesht për fatosë, ajo ishte do mbrit për demokraci, sepse në 91 nuk ra diktatura. Unë e kam thënë diktatura në Shqipëri, punizmi, ka rënë në 97. Dhe falë kryesisht popullit, dhe jo thjesht Partia Socialiste. Zoti Krisafi, po. Ajo e bëri nanën vërtet me kryetar partie. Dhe ai kur shkoi në Burg, kjo është e diskutueshme. Dhe ai kur shkoi në Burg e kishte këtë, e kishte marrë me vete këtë frymën e mbështetëse të njerëzve dhe ishte kthyer në misionar. Kjo e kishte kthyer në misionar. Dhe ajo e bëri atë që t'i rezistonte atij Burgut. Domethënë që nga momenti që ai ne kemi parë në gjyq
Do ai qëndrimi i Po, tij ai është qëndrim, sfidant. po, në fakt ai qëndrim nuk është e çuditshme dhe për I ne kemi Ai pak sfidant. fotografit, i kemi pak fotografit gjatë kohës së jashtë është burgut, atje, nëse nuk e di, është jo, ta kesh për tek aty. saj, kemi një mbulim me disa fotografi nëse i nxjerrim është e dot para në LED. dhe Do është e qëndrimi çuditshme i tij duket në gjykat është i jashtëzakonshëm. Duket sikur s'ka frikë, Është, jo është sfidant, është shumë sfidant ajo. nuk ka shenja frike, po, është e vërtet kjo.